Ore, këta janë në metro, apo nuk janë në metro, tash për këtë çmimin e naftës, jo po, nuk ishim ne, kishim haruar të mbushnim depot e gjëra të kësaj natyre, po tani, ore, ka shtet to apo s'ka shtet, se ngela tërë ditën duke bërë opozitë dhe unë, po tani mjafto se edhe unë njeri jam, unë do të denoncoj sa denoncoj aty në Facebook, në për këto rrjete sociale, po tani edhe unë kaq fuqi kam, po ulen jo të çmimin e naftës, le tani që keni këto. Vini trurin kokës, gishtin trurit, si bje, gishtin kokës. Pse, ore, e dija unë zbënja, po t'isha kryeministër unë, s'do ndodhin asnjë nga këto gjëra, s'ka ishte shanse, po çfarë ti bësh që kur ndan këto në ran, unë jam një deputet i thjeshtë, e i ndershëm me të tëra, mundohem të bëj ndonjë çik për popullin tim, po tani se ka vajtur 2000 lek litri, 2000 leka, tash nuk i si gjem në rrugë këta, po. Nise, gjithsesi. Vini gishtin kokës edhe mos a shumë, mos bëni më se po hyni në gjuna, po hyni në hak me këtë popull, gjuna e morët në qafë qeveria e poshtër.